Internet sa njerëz, YouTube sa teleshikues të Anje Report. Unë jam Sara me të kuqe dhe kjo është Nitro Time. Miq, internet sa njerëz dhe shikues të Anje Report, dini që s'ka ndodhur këto kohët e fundit nga jeta sociale. Në kuadër të ndërrimit të qeverisë, pak kohë më parë, është ndëruar edhe 80% e efektivit të policisë së qarkullimit rrugor në Shqipëri. Me urdhër të Ministrit të Brendshëm, Sajmir Tahiri, janë kryer hetime të gjëra lidhur me zbatimin e ligjshmërisë dhe procedurave standarde gjatë kryerjes së detyrës. Nga hetimi ka rezultuar shkelje të rënda në ushtrimin e detyrave funksionale dhe akte abuzive me dokumentacionin nga ana e 11 oficerëve dhe 77 policëve rrugor. Mirë të gjithë ta që kanë bërë shkelje dhe abuzime dhe u morën masa për ata. Po ne populli i shkret, që kemi rënë viktim neve, do marrim një lek mrapsh ne? Apo duhet të mjaftohemi me premtimin për një polici serioze, europiane dhe që nuk do marrim më 5.000 leksha? Tani që po e mendojun, edhe kjo ideja e policisë europiane, sikur do të na kënaqte sadopak. Pak kohë më parë, po sigurisht me ardhjen e qeverisë së re, domethënë, Ministria e Mjedisit në bashkëpunim me kontrollin e cilësisë së ushqimit dhe të shëndetësisë, ka ndryshuar sistemin e gjobave. Pra, sistemi i gjobave do të bëhet ndryshe. Si do thoni juve? Çdo ndëshkim gjobe do të futet menjëherë në sistem, pa pasur mundësinë e marrjes së rishfetit. Por si do të ndodhi kjo? Çdo punonjës i kontrollit të cilësisë së ushqimit dhe të shëndetësisë do të mbajë gjithmonë me vete kur të dalë që të bëj kontrollet, edhe të vendosi gjobat, një laptop, një skaner, edhe një printer. Nuk e di si do arrin t'i mbajnë të gjitha bashkë. Tani po mendoja unë, nëse flasim për aparaturat në terma teorik, ne shqiptarët do thajmë pite në re. Po ku dia inspektori shkret me përdor laptopin? Unë mendoj që përpara se të blini laptopat, ndroni inspektorët e ne pastaj folim. Gjithsesi, për të mos u dekurajuar, unë përgëzoj iniciativën edhe le të shpresojmë për një inspektoriat high-tech. Në Shqipëri, bie rrufeja, një fshat i tërngelet pa drita dhe asnjëri nuk do t'ja di. 52 familjet e fshatit të Verbas kanë 3 ditë pa drita, po kujt i bëhet vonëre? Natyrisht 52 familjet me kalimin e kohës kanë filluar të irritohen, të ngrenë zërin, të kërkojnë riparimin e transformatorit të energjisë elektrike që nga rrufeja është djegur, mirë po askush nuk është interesuar që të zgjidhjë hallin e këtyre familjeve. Madje sipas asaj që tregojnë banorët, përgjegjësitë kalojnë nga një institucion tek tjetri. Tani irritimi diku do shpërthej, se kur sos durimi, sos. Kështu që banorët e këtij fshati kanë protestuar në qendrën e fshatit të tyre dhe kanë kërkuar nga ndërmarrja elektrike që të marrë masa të menjëhershme pasi janë pagues të rregullt të energjisë elektrike. Ata kërcënojnë se do të bllokojnë rrugën nacionale Fier Beratën nëse nuk do të zgjidhet problemi i tyre. Kemi 3 ditë pa drita, thon ata. Shkojmë te Çezi, te kujdesi ndaj klientit që na përcjell tek 24 orëshi. Shkojmë atje, ata na thonë që jemi vetëm për qytetin, po për banorët e fshatit, kush është? Apo ato të shkretët, s'ka nevojë për drita ata se i është rregj lëkura. Ah, mërçez, si me çek, si pa çek, një grop e madhe ngele. Njerëz, internet sa YouTube sa dhe sidomos shikues të Anje Report. Këtu jemi në rubrikën Komunikim Showbiz. Keni pyetje për VIP-at ju? Ja marrun përgjigjet atyre, ju vetëm pyesni. Në këtë rubrikë të parë kam përzgjedhur 3 personazhe. Është ai i pari, ai nona, Arjan Çani, e dyta është gazetarja Iva Tiço dhe i treti është Bledi Strakosha, shumë i përfolur javët e fundit për arsyen se e hoqën nga puna nga Agon Channel. U tha në fakt edhe se ishte Sonila Meço ajo që e hoqi nga puna. Por unë them që për më tepër ndjeki më mirë materialin që kam përgatitur. Çani është nona me rovë, si Çani është numër 1. Arjan Çani. Po pra. Qa pyetje do i bëj Arjan Çanit? Qa të kuriozon? Sa 20 vjeç je o Çani? Hajde. Sa 20 vjeç je, do me thënë që je shumë i ri, a kupto? Edhe pse i vjetër në moshë, je vetëm për shumë të ri, është i madh. Do të ishe i femër, më thoshte të gjithë dhe më thotë i mash. Më ndoshta duken ty ka që i ri zemër. I mash i me moshën time, është pa kujdishim, dhe kupton? Pse gjithmonë thotë mirë mbrëma taksor? Po sepse unë jam alien. Bëj emision për taksit, çfarë Lucia? Vetëm në rastin se do vdesh në një taksist në kushte misterioze, po ndryshe nuk ka kuptim se do të bëj për taksist ose po të bëja për taksist, do të bëja për infermierët, për mamit, për ginekologët, për policët, për të burgosurit. Unë nuk kam emision me tema, thuaj taksistit.
çfarë të kuriozon ta pyesësh Arianin? Që është po ashtu si është në prezantim ndaj në jetën e përditshme, aq kokrisur të them. Se vërtet që është, por është shumë e mirë në tin. Unë në jetën e përditshme nuk mund të jem kaq kokrisur sa në emision, sepse unë në emision jam në teatr, jam në rol, ndërsa në jetën e përditshme jam komplet një njeri tjetër, jam djali i urtë, shumë i urtë. Faleminderit, kaq që të dua shumë të pusë. Ciao. Këto ishin disa pyetje pikante që qytetarët e Tiranës i kishin bërë Arian Çanit. Tani kam pyetjet që në faqen Nitro Official, në faqen zyrtare të Nitros në Facebook, i kanë bërë gazetarët si Vatiço. Iva, çfarë mendoni kur vini kokën në jastëk në darkë dhe kur e ngrini kokën nga jastëku në mëngjes? Në darkë nuk mendoj asnjë lloj gjëje. E vë shumë herët në darkë, jam shumë gjumashe të natyrë, një gjithë orë lexoj dhe sytë më mbyllen dhe nuk mendoj asnjë gjë, është kaloj natyrshëm nga leximi direkt në gjumë. Kurse në mëngjes, e vetmja gjë që mendoj është të flet 5 minuta, vë dhe një 5 herë snuzin e telefonit. Të them të drejtën, jam kaq dembele se me fillimin e ditës mos pushtohet edhe një herë nga gjumë. A do të jesh sërish në jurinë e Dancing with the Stars? Po. Do jem në jurinë e Dancing with the Stars. Me sa di unë po do jem. Nuk e di nëse mund të ndryshoj në një momentin e fundit, në një formulë momentit fundit, po jam në juri. Po, çdo vit. Kemi dhe një person tjetër, kemi dhe Ema Andrean, që është shtuar juri, kemi 4 veta. Në faqen tonë Nitro Official në Facebook, të vjen një pyetje nga një ndjekës si Joni, që si me thënë, ta qan hallin në një lloj forme. Të pyet, a të vjen ndonjëherë shpirti në majtë të hundës? Dhe çfarë taktike përdor që ta kalosh këtë situatë? Më vjen për shumë gjëra shpirti në majtë të hundës, dikur kam qenë shumë nevrike dhe e kaloja me një të bërtitur. Më duhet të shkarkoj gjithmonë që të jem njëri normal. Të vjen për shumë gjëra shpirti në majtë të hundës, të vjen edhe në për trafik shpirti në majtë të hundës, ka ca ditë që janë jo në përgjithësi, që kur del nga shtëpia hecën çdo gjë keq, por kam këto metodat e mia të vogla që gjithmonë është hiqja e mendjes nga ajo gjëja që të ka bërë të ndihesh keq dhe të marrurit me diçka që të bën direkt të ndihesh mirë. Iva, të uroj një sezon të mbarë dhe ta kalosh me sukses, pas ke shumë angazhime, unë nuk e di se si ja bën. Se dhe ti në këtë sezon të ri, se ke jo pak angazhime. Faleminderit. Për hir të së vërtetës, Bledi Strakosha është gazetar, kohët e fundit ka punuar në Agon Channel dhe po kohët e fundit është larguar nga puna. Arsyeja për cilën është larguar nga puna është diskutuar shumë nga mediat e shkruara dhe gazetat gozip të javëve të fundit, mirë po Bledi Strakosha nuk dëshiroi të na japi një prononcim në lidhje me këtë. O vajza, keni dëgjuar për Bledi Strakosha? Po. Kush është? Portieri skuadrës futbollit, më duket? O vajza, më falë, një Bledi Strakoshën ti? Po. Çfarë është Bledi Strakosha? Po, më duket gazetar, më duket. Digje që gazetat kanë shkruar që e kanë ishur nga puna? Jo, s'më intereson fare. O vajza, di që kush është Bledi Strakosha? Se kam iden. Zonjë, keni dëgjuar për Bledi Strakoshën? Ja. E njini Bledi Strakoshën? Po. Çfarë është Bledi Strakosha? Këngëtar. E njini një gazetar Bledi Strakoshën? Se një. O vajza, e njini Bledi Strakoshën? Jo. Njerëz, kjo është rubrika së fundmi VIP, e dini se çfarë bëj këtu unë? Ja, çohem, i hap me gazeta, me internet, me të tëra, që të viti llapaqos këtu me juve. Dhe në fakt, për sot, rubrikën së fundmi VIP dua ta nis me një personazh që sa i diskutuar që është. Personazhi i showbizit. Po, për çfarë? Si u intereson kaq shumë gazetarëve? E pra, e dini për kë kam fjalën? Për atë.
Armina Mevlanin. E morët me mend ju, a? E përfolur si e dashura Shkëlzen Berishës, ajo vazhdon të mbush faqe të roste të gjitha medjave. Jo për 267 sfilatat që ka bërë si modele dhe as për ato 275 të tjerat në të cilat ka prezantuar programe televizive apo show në përgjithësi. Jo, vetëm për këtë. Për historinë e saj të dashurisë, akoma të pa konfirmuar ama. Nga 1 në 10, Armina Mevlani deklaron se është e dashuruar 10. Ndërkohë që më parë kishte deklaruar se ai ishte shumë i dashuruar me të, kurse ajo akoma nuk e kishte arritur kulmin, tani deklaron boturisht se është shumë e dashuruar. Sa i përket martesës, Armina ka deklaruar se ashtu si çdo vajzë tjetër, edhe ajo ka ndërruar gjithmonë për atë moment. Jam tradicionale dhe nuk jam as pak kundër martesës, por mendoj se duhet të merret koha e duhur për të njohur më mirë në një lidhje dhe për të hedhur një hap kaq të rëndësishëm sa martesa. Ndërsa e pyetur për bindjet politike, Armina thotë: "Si çdo kush kam bindje politike, por për mua janë dytësore, pasi ndihem shumë e dashuruar me artin dhe karrierën time. Ndoshta në një të ardhme mund të vendos të reflektoj bindjet e mia politike publikisht", mbyll Armina Mevlani deklarimin e saj në media. Ndërsa balerini i njohur shqiptar, jo këtu në Itali, që vdesim në përgjithësinë e gocat për atë, domethënë që ka emrin Kledi Kadiu, nuk do të jetë më vetëm balerin në show-un e Amiçit në edicionin e 13 të tij, por do të jetë edhe koreograf, do t'i japi mësim nxënësve të shkollës së Amiçit. Takimi i Kledit me këtë program daton në vitin e largët 1996 dhe në fakt Kledi Kadiu është një nga më të preferuarit nga tifozët e këtij programi. Kledi, na mbetet veç të suksese të turojmë. Ishte viti 2009 kur Stine ka qenë i lidhur me Adelina Berishën, bën edhe një këngë bashkë, ato e mbani mend? Gjatë gjithë kësaj periudhe, pra rreth 4 vjet, ky këngëtar, Stinja, është kujdesur që të mos shfaqet publikisht me femra të tjera dhe është përpjekur gjithmonë që ta mbajë larg jetës publike jetën e tij private. Mirë po ja që më në fund e kanë kapur Stinen me njërin. Partnerja e tjere nuk është as pak e njohur, por miqit e të afërt thonë se ai e merr me vete kudo që shkon. Ashtu siç ka ndodhur edhe një javë më parë kur e ka pasur si shoqëruese në martesën e një muzikanti. Atje Stina është parë shumë afër me vajzën Brune, duke u prezantuar si një çift i vërtet. Në fakt, se kur ka lindur kjo lidhja e re nuk dihet, pasi gjatë konkurimit të tij vitin e kaluar në Kënga Magjike, ai pohoi se me fjalët "Ti je ëngjëlli im", siç mban edhe titullin kjo këngë, ai i drejtohej të dashurës së tij, të cilën e konsideron edhe dashurinë e tij të vërtet. Stine, si shtemi në shqiptarët, në kokën tënde të hëngshim llokumen dhe me një gocë, se shqiptarët e kanë zakon gjithmonë për çuna të urojnë. Dhe në fakt nuk kam mbaruar me kaq, nuk kam mbaruar sepse në kuadër të rubrikës së fundmi VIP kam zgjedhur edhe një personazh të cilin e kam intervistuar. Jam mbyllëm në veçan. Po si e mbyllëm ne sa e hapëm këtu? Se jam pak emocionuar se unë zakonisht aktorëve nuk para i kam bërë shumë intervista në jetën tim. Dim se i shani shumë aktorë dhe prandaj Fillove ti? Jo, mos bësh ka fare ti, po unë zakonisht aktorët nuk i kam shar akoma. S'kam të shar aktorët me motër ti tash. I kam të çanta. Më fal, s'ka problem, edhe vazhdojnë. I kam të çanta. Të çanta i ka. Ata vazhdojnë intervistën se ke çanta i ka. Çantat të Dorit. Juli, nga të gjithë artistët që kam intervistuar në atë backgroundin tim modest 15 vjeçar kështu nëpër media, mashallah, aktorët janë ato që ma kanë nxjerrën, po ma kanë nxjerrën, sepse aktorët është shumë e vështirë, kanë shumë të rakandele mangut, edhe ti shaj unë, desha të thosha. Shiko tash. Aktorët janë njerëz të veçantë dhe prandaj shiko njeriu veçantë ka sa randele mangut. Se njerëzit normal nuk kanë randele mangut. Si mendon ti, si mendon se ti s'ke randele mangut? Ty të ka ra një bullon me motër, po ti s'e ke kuptuar. Më kanë thënë që unë kam rrjedhur këto kohët e fundit, po s'kam dëshirë. Gjithë ka nga i dras, ne kemi nga 1 metër kub. U lodhe si e i tensionuar sonte? Jo, më jam i tensionuar, kam kalu edhe prova më të vështira se kaq, po jam i surprizum se shiko biznesi është hera parë që merrem me këtë punë. Të desha të thosha, mendoj që e kaluar me sukses personalisht. Ç'ne, tash 2 rrugë ka në Shqipëri. Çka ke piti, Korça apo tanga janë? Asgjë, piva i gjok kështu po. Me Jägermeister duket se është. Çadër burrësh. Edhe dy gjëra mund bësh në Shqipëri. Ose të merresh me biznes, ose të merresh me politikë, sepse përndryshe nuk konsiderojnë fare.
vërtet du ta thosh me zot lart, edhe ti. Jo, problemi është që unë s'merrem me asnjë nga këto të dyja dhe Problemi është këtu. Kush është problemi më i madh? Që ata që merren me politikë, për drejt merren edhe me biznes, dhe i kanë zonë vendet. jo, vërtet, një vend shumë i bukur në zemër të bllokut. Mund ta themi është ish baroko, deri tani nuk kam thënë gjatë intervistave të mia, por kjo është për të orientuar gjithë njerëzit që do vinë këtu. Tani është trikotazh, është një tjetër koncept, është shumë i bukur, ka të gjitha ato intervistat që thash më përpara, pra të gjitha llojet e brekëve. Është vetëm klub me emër shqip në blok, kjo do të them. S'ka asnjë shqip tjetër. Dhe hapja u bë me Tonin Tërshanën. Po. Ma shpjego pak. Gjeta vetëm. Po ideja pra që ideja e trikotazhit, ideja diçka e shqip, ideja diçka e të vjetër në fakt, sepse trikotazhi sot nuk është më, është fabrika përpunimit pamukut ka qenë leshit e pamukut, nuk e di. Po ta shohësh dhe ambientet brenda janë bërë me kështu, jo me damask, jo me gjëra të bëra me dorë. Zakonisht përdorim gjëra shqip përveç pijeve, se nuk i kemi shqip pije. Lajmërimet për shembull kemi bërë hapja e madhe, jo grand opening. Në fakt është një ndër idetë më të veçanta të klubeve të Tiranës për këtë sezon dhe këtë e them sepse ka emrin që theti trikotazh, po ajo që më përshtypi mua janë këto emret e koktelëve, ka dhe shumë humor brenda. Po them që nga kjo tradita jote e humorit në përgjithësi vjen edhe kjo e këtij koncepti të lokalit. Përvoja ime në fushën e humorit, le ta quajmë kështu, më ka bërë mua të zhdërvjellët për të krijuar gjëra që mendoj unë që janë të mira, për të qenë i guximshëm në krim. Që do të thotë, për të futur 5 koktejle pra me emra brek, korçe, kanë atyre të grisme, etj çan. Përgjithsisht më shumë ka brek se ato janë që brek të korçës. Ka dhe tanga. Prap ke brekët jemi. Tanga se dia ka kishte dhe tanga? Si s'ka tanga. Pas kanë futur sot këta qelësirat e drejqit. Ishte ka pasur dhe ka. Nuk e dija. Unë vetëm natën e mirë, faleminderit. Çadër burrash kam krijuar unë. Po. Kanë atyre me vrima. Po. Çorape grash. Çorape grash shumë bukur. Kena ideja aty. Korçe jo të përdorura. Që jemi fair tash. Për korçe s'ka fare tani, prandaj. Prandaj janë pa përdorur. Ka qenë ato si qelpsira. Si kanë qenë. Edhe një tjetër që trikotazhet korç kanë qenë. Po trikotazhet korç. Si dia bësh ta përballosh, domethënë çfarë aktiviteti ke këtë sezon artistik që përfshihet me jetën e natës sot që do jesh çdo. Jo, unë tash filloj apartamentin kësaj fillojnë tetor. Po. Kështu që normalisht do më haj çik më shumë kohë apartamenti se atë e kam pasionin tim të jetës, nuk e le dot. Po. Por kjo nuk do të thotë që do shkputem dhe nga angazhimi këtu se kjo do kohën e vet dhe punën e vet dhe si thosh ato PR-in e vet ta qym kështu që se unë do ta bëj. Do bëj edhe, po do ta bëj tash se do bëjmë ndonjë gjë. Ke zbrazur atë klientelën që kishte kur e gjete? Se dua ta them tek këtë se nuk i dot pa e thënë. Po më patjetër sepse ndryshojnë ata që e marrin, ndryshon dhe klientela se ka disa njerëz që se gjejnë më veten, ka disa njerëz që e gjejnë veten ose ka disa njerëz që vinë ta provojnë për ta gjetur veten se gjejnë më ose e gjejnë. Dhe mendoj që sipas Ora 2 natës un kam pirë 7. Ky bën filozofi. Ky bën filozofi tani. Kishte pyetje ai tipi që të kapte nga bythet atë ditë çaj ishte ai. Të çani? Ta pyesim atë si kishte bythet ti se atë. Ua po ti tregoj më na. Ua po na mo. Nuk tregon bythet unë. Po me fustane pa vashte me brek, do ti mua sonte. Po si tregon bythet shumë? Ka i gjë këtu që ka bër muhabetin këtij lokali të tërin me brek. Ky ka i muhabet këtu. Nuk ka lidhje me seksin, për zot. Gruaja s'bëhet xheloze, kjo është e rëndësishme. Na breket më? Po jo nga këtë. Pas gruaja xheloze nga breket se lenon. Po pse do bëhesh ti xheloze nga breket? Xhelosia është koncept të ti futën filozofisë tash në dhëjer. Jo, të lutem mos e bëj. Ti e po për herë të parë. Po, ka shumë angazhim. Sot kemi bërë atë hapjen e sezonit më tepër se sa hapjen e lokalit Mirfilli. Është hapja e sezonit që fillon sezoni i dimrit etj etj. Po e shoh që do angazhim, do kohë, do të merr kohë. Mund të pash edhe pak të stresuar brenda. Sot? Ja. Nuk stresohem unë, po do të fjala stres është fjalë e madhe, po ishe e marr shumë seriozisht punën. Tash sa vjet për vit, pastaj do kërcej edhe unë bashkë me ju. Të tjera angazhime s'kam, do bëj një film. Po, do bëj edhe një film. Si çimi do jetë apo? Sigurisht. Se ai filmi çimi do jetë apo çik më i bukur? Jo, ç'a çimi që ke këtu. Po prandaj përsa ishte kështu? Kush kem? I çimi i film. Jo, më ky është film artistik. Nganjëherë filmat që bën në Shqipëri është mos më marr fare me ta, se kështu është më mirë. Kupton? Po, do kuptoj. Se nëse tallesh jepi lloj vlere, ke parasysh? Iket. Mirupafshim natën e mirë. Jo faleminderit. Fala Edës. Puç. Po mërzit pak ajo kur the Edës. Jo, nuk mërziten, se janë kushërira. Okej. Unë po bëj një film artistik, një film që karakteri që do bëj atje nuk ka lidhje fare me humorin, është një dramatik, një. Kush është regjia? Regjia Gjosli Rama, është një djalë i ri, një regjisor i ri, ka bërë disa punë. Ky është një film më i gjatë se sa filmat e tjerë, pra është në fillimet e karrierës vet. Ai ta bëri propozimin apo ti aty? Sigurisht, ai ma ka bërë propozimin sepse rolet i vendos regjisori gjithmonë, ai ma ka bërë propozimin, unë e pranova me shumë kënaqësi.
Si funksionon kjo marrëdhënia e kineastëve në përgjithësi dhe atyre që merren me aktrim, me regji, me këtë fushën e. Megjithëse këtu mund të flasim me çiklishëm, këtu ka në Shqipëri ekziston një grup kineastësh që i marrin fondet vetë dhe nuk ja japin kërkuj. Sa më duken o Julia? Jo, se janë të ngërlliksa ata, të zdin. Dhe nga që zdin? Ja, nuk e di se si duken, po nuk është çështje të ngërlliku. Ata kanë siguruar projektin, se është një grup që i marrin gjithmonë to projekte dhe s'len tjerët me marr. Kjo është gjithë problemi. Dhe s'kam se të kenë të ngërllik ata thjesht. Një lloj monopoli. Thjesht kanë bërë aty ishullin e vet, jetojnë aty te ishulli. Teatri pin kafet zakonisht apo srin me atë? Nuk e di, nuk e kam idenë. Se kam idenë. Unë jam aktor në lëvizje. E lash Julin pastaj të vazhdonte punën se ishte, më besoni, në kulmin e kulmit të kulmeve të profesionit të tij si biznesmen tani. Këto ishin llapaqenllëqet për sot. Miqtemi të dashur, në rubrikën Spektakël dhe Media do t'ju flas për një yll që u shkëput nga qielli dhe ra, duke shkaktuar gjëmime të mëdha mbi tokë. Paktën kjo është ajo që ka thënë gjyshja vet. Nami mbëri, lëmshë bëri tokën shqiptare, sepse e cilësojnë si shumë rebele. E kam fjalën për Aurela Gaçën. Aurela kishte gjithmonë mendjen e saj, biles edhe në rinin e hershme thonë se ajo bënte gjithmonë të kundërtën e asaj që të tjerët i kërkonin që ajo të bënte. Ajo mendonte vetëm për muzikën dhe në fakt kishte lindur për të bërë këngëtare. Ishte vetëm 19 vjeç. Ashtu akoma aguridhe kur për herë të parë mori pjesë në festivalin e fundvitit në radio televizion, po aguridhe po e fitoi një çmim me këngën Pegaso. Vezullimi i këtij ylli nuk u shuat, paktën gjithmonë sipas asaj që na thoshte gjyshja domethënë, por përkundrazi, pasi mori pjesë në një festivalin e këngëve të Stinës që kanë qenë atkoh në vitin 1994, kulmi, po tamam kulmi domethënë i Aurela Gaçës ishte kur fitoi çmimin e parë në festivalin e fundvitit në radio televizion me këngën Nata. Që prej asaj kohe, s'mbahej më Aurela Gaçë. 2 çmime të tjera, një në 99-ën dhe një tjetër në 2001-shin. Por ajo pastaj që na bën mishin puçkurida të gjithëve akoma sot, është ashtu siç është dhe vetë Aurela në fakt. E kemi patë shpresë Le të themi të vërtetën. Kjo këngë meritonte çmimin e parë, të cilin e mori Elsa Lila në atë kohë, po dhe i dyti mirë është, mbasi nxori 2 albume, ja lan dorë shqiptarëve që të mos ta harronin ja ca kohë dhe ja kërciti për Amerikë motra. Ajo menjëherë u popularizua duke shuajtur mallin e të gjithë bashkëdhetarëve të saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët ja shpërblyen me mikpritjen e tyre. Aurela u kënaq dhe kënaqi edhe të gjithë bashkëdhetarët e saj për plot 5 vjet me radhë, me zërin e saj që kumboi aq shumë, sa drejtuesit e festivalit të këngës në radio televizion e ftuan që pastaj të bëheshe përfaqësuese e Eurosongut për Shqipërinë. Dhe me thënë të drejtën, na nderoi në Eurovision. Kënga ishte shumë e bukur, po edhe Aurela e interpretoi ashtu siç di vetëm ajo. Tani i gjithë ky aktivitet nga Amerika deri në Eurovision pa një menaxher sikur nuk shkonte. Dhe ja ku na shfaqet në versionin mashkullor, zeshkan, për Aurelën, jo për mua, Joshës, i cili në fakt nuk la vend pa e shoqëruar Aurelën. S'ndalej ai në Shqipëri, në Amerikë, mor po në Gjermani për Eurovisionin, gjithandej me vete, para dhe mbrapa për ta mbështetur artisten ton. Dhe normalisht ai nuk do të ndalej vetëm me rezultatin e të kënduarit të këngëtares ton. Dhe sot Aurela, përveç sukseseve që vazhdoi të prodhoj përveç festivalit evropian, ashtu si dhe kënga origjinale apo hape veten ti, shkëlqen këtë herë jo nga fama, por nga lumturia, pasi ka në krah mashkullin e saj ideal, me të cilin ka bërë edhe një bebe shumë të bukur. Fati gjithashtu, duke i shtuar edhe pak këgucim vlonjatësh, e ka ndihmuar Aurelën që ta hapi dhe një biznes të ri, i cili me sa thuhet ecën shumë mirë. Dhe me qëra muhabeti, si ke puna e këtij biznesit edhe ke gjëra të tjera që kanë ndodhur në jetën e Aurelës, them ti bëj ca pyetje vetë unë asaj. Aurela, është e vërtetë që kishit harruar të martoheshit edhe ishte Grace që u kujtua për këtë? Po, shumë e vërtet.
Shqyqyr që nuk na erdhi djali më mbrapa, thoshte djali ku kam lindur mes këtyre prindërve të çmendur, e kupton? Shqyqyr që na martoi vajza. Ti sikur s'ke dashur asnjëherë të martohesh, të paktën kështu ke deklaruar. Si ishe, nuse rebele apo të qenit nuse të ndryshoj pak të mendim edhe të zbuti pak? E vërteta është që as vetë nuk e di si e mora këtë vendim, më erdhi një moment, një dëshirë e zjarrt për të veten me të bardha, dhe i thash Skerdit, o Skërdi, ai po si një të martuar. Biznesmene je, artiste je, po për të ngrënë burrit tënd, kush i bën? Edhe kush është gjella ti e preferuar? Shiko, të jemi njohë në Skerdin, i kam të unë dy gatuaj. Dhe ai në qetësim e plot më tha, shketi se gatuaj unë. Më gatoj disa herë, kur isha shtatxam, më bënte sa gjellëra moj nëne, aja një buk të tërë, ai më shëndoshi. Dhe tani, sa i më gatuan mua, edhe unë ndonjëherë në të rrallë bëj në një gjë të çuditshme që as vetë nuk e di se çfarë bëj, se nuk di të gatuaj, por ai është aq i mirë sa çdo gjë që unë bëj sa të lumshim duar. Me këto flokët e rruara, vajza të ngatarron ndonjëherë me të jatin edhe të thret ty o ba? Po jo, moj, se unë kam atë gjën tjetër që i kam dhënë Çuçu. Faleminderit, të uroj martesë të lumtur. Faleminderit edhe në kokë beqarve, edhe në kokën tënde. Faleminderit. Interneca, njerëz, telespektator, teleshikues, ajo që jeni, të gjithëve ju që jeni duke më ndjekur në këtë momente, ky është Sara Snajti i parë për Nitro Time. Do thoni juve ku jam unë këtu ke kjo gjëja që preka një flak e cila në fakt nuk djeg këtu për jashtë, po djeg këtu brenda, sepse këtu brenda bëhet flak pas pak. Do thoni juve, o da Sara, po nga e diti që bëhet flak këtu brenda? Po e dini se si është puna? Për sa i përket jetës natës, unë sa gjëra i di mirë. Po ja për shembull këtë lokalin këtu, në mes të bllokut, emri të cilit është shumë i veçantë Trikotash, e ka një djalë i cili në të vërtetë është një artist. Fakti që është artist ky tipi nuk do të thotë që lokali jetë i bukur. Është e vërtetë që arti me lokalin mund mos ketë asgjë të përbashkët, por është po aq e vërtetë se ky djali, emri të cilit është Julian Deda, ka bërë një gjë shumë të veçantë në këtë lokal. Do thoni juve se çfarë. Ka bërë disa koktejle, emrat e të cilëve janë shumë të veçantë. Që nga emri i lokalit Trikotash, kemi të bëjmë me një aspekt të ndryshe të jetës së natës në Tiranë. Kanatiere me brima, brek korçe, tanga, këto janë të gjitha emrat e koktejleve, por sekretet e mëtejshme gjatë natës do t'i zbuloni ju bashkë me mua kur të futemi këtu brenda. Mos çaj kokën fare. Qa pive, brek korçe apo tanga? Brek korçe. Po pse? Bezdisin ato tangat kur futen aty mrena ke? Pra. Tash ti ke 2 orë që pi brek korçe apo si është puna që ushtrive kështu? Unë tash ushtriva nga duhani. Ço një herë të çofsaj gjatje, ço një herë ço. Po tash se ka vesh dhe taka tash. Ua, ço një herë rrotullon. Domethënë unë pa taka, ti me taka jemi njësoj. Me shaka se dhe unë me taka jam. Keni ardhë me quna me vetë, apo keni ardhë? Jo, kemi ardhë për shef tonë, që donim quna? Sa mire keni bë, me gra, sa mire keni bë. Që donim, bezdiam. Dehesh, bo e shtap kur? Jo, asi herë, në mundësë. A mi ti ushtrive tani mua betë kohë? A pra ushtriva se të gjumë. Po ke delë pak që të flesh gjumë, apo gjush të njone se ka ardhë dhe vetëm? Dhe që njena i gjujmë, nuk gjujmë. Po mirë, ti rri aty, edhe gjuna i tjetërit të përshemë. Po pra, Po mund t'jetë në njone që është edhe qik i mirë. Po tash po që i mirë, s'ti mirë. Sa, po të intervistova me Suse bëhe shumë serioze ti, përse këshu, jo, është që. Mi ma, po i pas ke pa numër fare, për modi ke vëndi këto? Ja. Po për që e ke vëndi të s'kam numër? Probleme, ja kanë, pak të vogël po kanë. Ku e kam problemin mi? Po ndoshta ketë një probleme. Shikon që ka ty ke kamera, se sa të bukur e ke si të bojqelli. Faleminderit. Po ti qa brek është pive? Nga të korçës dhe. Kush të pëlqen më shumë, brek të korçës apo tangat? Tash tangat si kam provuar, po këto brek të korçës mirë ishin. Do me thënë, imagjinoni pak juve këtë gocën, vesh pantallona të ngushta, me brek korçe, me që s'ka provuar në njërë tangat, kjo i duken ato vizat aty, qa bëmi? Po mirë, ti the që nuk e provuar kur tangat, s'ke vesh në njërë tangat jemi? Jo, unë kisha fjallën për pije. Për pijet alkoholike. Po ti më duket se e ke lënë qik të dashurin në shtëpi? Jo. Se ke fare, a? Jo.
E le ti apo t'laj? Si, këta vjen kështu bashkë më duket mua. Kur e lë të lën, kur të lën e lën. Kam përshtypje. Jo, ka rëndësi se kush t'le. Se po t'laj, ngel fiksim ty, po e le ti t'y s'plas për atë, a kupton? Tash e mas plas për atë, si bie kam lënon? Tash po shet çik men kjo goca. Përshëndetje që gjithë ata që po na ndjekin keni Nitro Time, që është një program edhe për jetën e natës gjithashtu, prandaj jemi këtu. Ju përshëndes të gjithëve. Do vini prapë këtu ke trikotazhi apo pëlqeni në lokal tjetër? Si ishte? Por ma ishte herë e parë, me që ishte edhe big opening, po kam përshtypjen se do ta frekuentoj. U kënaqe ti duke bërë intervista aty brenda? U lodha moj motër, të punosh kur tjerët janë duke bërë qef është mundi madhe. Tani më kupton ti mua që kam një sezon të tërë dhe fillova të ri unë që e bëj këtë punë. Ja, la moj motor, forcë të madhe të uroj, Zoti të dhëmë të forcë. O, Zoti ma. Tashi më thuaj atë pjesën tjetër që ti pate këtë mbrëmje përveç pjesës punës, se me thënë drejtën dhe unë punova, po një dy gota i kam kthy. Unë kam kthy 3. Mund them që jam kënaqur jashtë shumë që shqiptarët janë qeflin të vërtet. Atmosferë shumë e bukur, mua më bë shumë qefi që të pash ty. Kur të pash edhe ty duke punuar, pata një motiv më shumë që të justifikoja vete që okej, s'jam e vetmja. Okej. Tash më thuaj një çik të vërtetën, ç'a brekësh pive sonte? Qa piva? Çfarë brekësh pive sonte? Qa brekësh piva? Qa gjuhesh kjo më trakinesë? S'pas ka marrë asnjë nga koktejlet që bëhen sonte në trikotazh, po di që ti apo s'di që këtu ka koktejl tanga, brekorçe, kanatiere të grisme, kanatiere me brima. Nuk i di të gjitha këto? Prandaj u quka trikotazh lokali. Unë nuk e dija këto. Unë kam pirë vetëm verë të bardhë. Se unë se pi alkolin. Edhe thon pastaj që është gocë rebele, ja, shisa. Se marrë veshje, pse e thoni, pse qa gënjeni ju, me shallin, me baluket që jam gocë rebele? Bitch, please. Okej, tash më thuaj një gjë tjetër se po më bën përshtypje kjo vajza mua. Shoqja jote është kjo? Kjo është Mikaela. Po, Mikaela, jo Mikaela, ti i zgjedh shoqet gjithmonë më të mira se veten apo? Gjithmonë. E kam gocën dëti atë, e kam gocën time. Nga je me origjinë ti? Nga Vlora, jeti vënd. Të dyja nga Vlora. Jemi goca dëti këto, goca dëti. Mirë, hera tjetër që do vishte trikotazhi, ruaj se s'ke pi tanga, se s'ke provu brek të korçës. Për zotin, unë se dija, qa kemi humbë. Je shumë e mirë, ma ke bërë qefin që më pyte. Unë djeva shumë e veçantë. Po se u lodhemi ke qitë natër që pytë të tjerët. Je shumë e mirë. Faleminderit, ciao. Këto gocat që janë me juve. Jo, këto gocat që janë me juve do ma thushti mu tashi. Këto gocat që janë me juve, qa i pëlqeu më shumë, brek të korçës apo tangat? Ne na katonar gosnës. U të raf të pika të. Po jumi me katonar dilni jumi. Shtiu tash, shtiu urgjent. Bile, se e kam i qik bëthën e madhe unë. Qotrin mes. I këto katonarët keni dalmi? Nuk është ashtu po sikur është. Duke se që i kene ti katonarë. Ti që nga kështu, moderne, kështu nga regjipetat. Qa të përqin më shumë, brek të korçës apo tangat? Kilotat, që e mullu me fare, mire kjeti se thonë që qunat, sa më e mullu me t'jesh aq më shumë i pëlqen. Si e ka emrin? Denisa. Denisa nga vjen ti që ta marrë vesh sa katonare jo? Nga Tirana. Dukesh, je gjithë kjo gocë kështu, mashallah, zoti madh, por një gjë. E mos më ngacmo. Pse? Shi e pas ka fiksim katonarit të gocën. Ha, është bull serioze, edhe të thuj çik tangat apo brek të korçës. Kësa i pëlqej ka vetëm thonjë të më duke, se shiti pak si i ka bërë. Por mi pa brek rritimi. A mi për koktejlin po të pyse dhe ti. Ti intervjisë gjithë me mbëti mua. Po që të bëhemi këtu vetëm këshu koktejle shka. Brek tanga, kanatiere të grisme. Kanatiere, nidin, edhe me jushi. Kush ishin brekët më të mira, ato të korçës apo tangat? Të korçës. Po pse e thonë që tangat janë më seksi kështu? Po jam nga Korça, kështu. Po korçaret me vërtet ashtu i veshin brekët e? Të gjata, shumë. Është fot atje. Unë jetoj në Amerikë. E pas ke lënë gru në Amerikë apo në Korçë tash? Grua në Amerikë, dashura në Korçë. Talem jam beqar. Pak se mos në ndalame në la pamartuar në la po e kler. Këto gocat e tua, çfarë preferojnë më shumë, brekët tanga apo ato të Korçës? Ato që janë lesh. Prej leshje? Sigurisht. Pëlqejnë këto apo të pëlqejnë ty tash? Kjo është preferenca të gjithëve. Edhe juve leshje i keni brekët mi gra? Kemi ashtu. E shumë të mija. Ishi njerë ti tua, tajde.
Ne kam kështu British. British, si është ky modeli British ere? Me flamur. Me flamur angleze? Zgjet turp të vjen në Shqipëri me flamur angleze dhe ke brekët e vë? Goca juve nuk jetoni në Shqipëri? Po ky pse bën si anglez? Po gjithë tajmë shumë në vende ndryshme. Dhe keni ardhur kështu si për çfarë? Po ç'ne sonte këtu ke trikotazhi? Tash të vërtetën çfarë brekësh pit? Jo çfarë brekësh keni veshur, po çfarë pit? Shiko, nuk e tim me brek. Nuk e pit me brek, e pit pa brek. E pas kam pirë pa brek, gocat. Pina colata. Ore ti do flasësh për këto fole ti, po. Unë po na vrosim. Këto çuna në Shqipëri duhet bëjnë gjithmonë ligjin çuna në Shqipëri. Po pra, se nuk është ligji ai që fletësh, ai që i thot çat flasja. Sa e mon çoqën ke ti mi? Ja Shqipërisë jeton ti? Po ti pas ke humbur kombin tonë mi. Hi, Sarah Show. Hi. What's up? Tash është Sara Snajt, nuk është Sara Show, më ngelen fiksim këto lëkurat e kësaj. Po nuk janë lëkur për vërteti, unë jam me leopard, ti thua asaj. Po ti leopardin e ke për vërteti gjasme? Po. Qa leopardi është joti? Rar. Po shoqet e tua qa pinë sonte? Qa i pëlqeu më shumë? Tangata, brekt e korçës a? Shiko, mua më pëlqen Mercedes-kat, po ato se di. Të vdesum, ky që nga fanë si jemi. Po kjo është Sara Snajt, nuk është Sara Show. Po e di që është Sara Snajt, po jam ciktap. Mi të që ke faqe edhe i. I të pra me buskuqë. E që ralafi se këto të trikotazhi kanë bërë ca koktejle kështu shumë veçanta. Me brek. Ua, po i kishit të gjitha në tavolinë më? Rastile, sugjeroj. Si u pëlqejnë kështu? Korçe apo tanga? Samotolla. 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 Faleminderit. Samotolla se tangët. Kalom që mirë natën. Kjo është Oriona. Oriona ka pirë sonte? 4. 4 marrë, mund të shpirë dhe 14 ti, po qarishin? 4 vodka portokall. Po pse nuk më more një tanga mi? Ja. Të rehatshme. Ciao. Por e shumë përshtypje bukuria jota. Modele jeti? Ja. Po qërje? Studion? Jam, ne punoj, Ku punon? tek Ministria e Drejtësisë. Po, mos bëjmë gabim neve që e bëjmë të intervistën të alim fare më mirë? Bie ndesh me ministrin? Natën e mirë. Faleminderit. Çfarë pive sonte? Unë krem whisky Baileys. Mu e më që më ndët juve mua sonte, po ju nuk e dini që ka koktejle tanga, korçe. Ka kështu këtu? Po! Them dhe herën? Po të kthesh! Më mirë tanga apo korçe? Unë personalisht tanga. Ashtu i vesh? Ashtu i mbaj. Ashtu i mban? Po. Apo sturp, se me marrin vesh tjerët, po tashi, ne nuk doja themi njeriu, t'ja vetëm aty, kaq. Mirë. Si ja kaluat sonte? Shumë mirë. Po kush brek të pëlqejnë më shumë? Të korçës. Po pse nga që janë më komode apo? Janë më të shijshme. Po ky çuni ishte ai që ishte me ca të tjera që parë? Të ishin me ca të tjera kë? Të dashurat. Dëshuroret. Po ti ç'pive sonte? Kapirëske. Po me që unë sonte kam për vetëm muhabet brekësh, domethënë. Si është më mirë na japësh mendimet e ti? Unë kam provuar tangët që si ndaj. Kjo ka pirë çarape grash. Ti pas ke pi qitë brekë të mundshme se po të merret goja, Meridiane. Me që nuk e dim qa pina, thuaj qa ke veshër. Ta shoh. Ti e policia e brekëve këtu. Fajin e nga trikotazhi, që na mbushi mendjen, që bën ca koktejle me ca emra brekësh. Edhe unë bëj muhabet brekësh. Tregoj që këtu kanë atje burrash, 1, ka brek korçe 2, ka çorape grash 3, ka çadër burrash 4, 5. Vetëm burra nuk ka këtë, kuptove ti? Gjë. Ti ke trikotazh me vrap burra se ngelen goca. Ti je burra një observim, domethënë kushdo që nuk është qore, shef që kam shumë femra. Që kaq sa ka pirë kjo flet me fjalë kaq të ndaja me observime. Ku punon kjo në ministri? Bank. Ti për emision. O goca. Qa pive sonte? Ua sa e mirë që nga kjo Marja. Kështu që kam pi vetëm Red Bull sot. Pse, duhet të thosh me avion sonte? Jo, jam hostis këtu. Po thuaj piva koktele shumë të bukura. S'do ta thot Ariani, po të më kishe thënë ti të pak. Natë, ciao. Atë muhabetin e brekëve të koktejlëve këtu. A mëse janë koktejle me brek, tanga, brek korçe? Po unë e kufizoj atë kur e kërkoj koktelin, them ato korçe, nuk e them. Se thua lafin ti mirë. Po mëse e them unë për ty, po qa more?
Korçe apo ato të hollat? Ato korçe. Sa ato të hollat janë çik. I kemi përdorur shumë ato korçe si kemi përdorur. Po në këtë fustani s'do e visha do të kur, mo jo! Qarë pive sonte, te trikotazhi? Po mendohesh? Okej. Që ka vajzë me edukat, nuk bëjmë dot muhabet brekësh.